Nëse njeriu ka bërë mëkate të mëdha, ka bërë pa gjunahe të shumta dhe është dëshpëruar, me çka e kishte këshilluar hoxha, nga sa ai po mendon se Zoti nuk do ja fal. Gabim është ajo. Personi i cili mendon se Zoti nuk e fal, ai nuk e njeh Zotin e vet. Personi i cili mendon se Zoti nuk e fal, ai nuk e njeh Zotin e vet. يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا أمام الماب فلا يا نفس قد O Zoti yt është ai që fal shumë, dhe është Gafur, është Rahim, i mëshirshëm. E Allah i madhruar për ata që bojnë gjunahe shumë, la taqnatu min rahmetillah. O robët e mi që keni tepru me gjunahe. O ju robët e mi që jeni zhyt, gjunahen haram. Mos u dëshprani prej rahmetit Zotit. La ilaha illa. Po ta njihte robi Zotin e vet, kur përjet nuk do të dëshpërohej për rahmetit Zotit. Sa do të gjunahe. Allahu po thot, mos o ju që keni tepruar me gjunahe, mos u dëshprani për rahmetit Zotit. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jamia, sepse Allah i fal krejt gjunahet. Innahu huwal ghafuru, vërtet ai është falës. Ar-Rahimu, i mëshirshëm dhe rahmeti. Krejt po jenë të mesela me tërëkit derën e rahmetit, Zoti e falën. Krejt tërëkitet derën e rahmetit. Kaq. Ajo është Allah. Për ata robi, kër e njeh Zotin e vet, e di me çfarë Zoti ka. Sahim dënon dënimi ka traumë. Mundet më dënu. Dhe s'ka kush i del para. Ama dhe rahmeti ka të pa. E unë përkapna për rahmeti tina. E për shpresej rahmetin e ti. Çfarë për shpresej rahmetin e tina. Dhe kur për jetë nuk dëshpërohna. Dëshpërimi me konsensus, me pajtim të krejt ulemave islam është për gjinoheve të mëdha. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dëshpërimi, mu dëshpëru për rahmetit Zotit, me thonë mu Zotit së më falë, unë jam i vëllosën për gjehnem, mu ka vëllosë zemra për gjehnem, për mu nuk ka rahmet, për mu nuk ka gjenet. Që kjo është gjënahi më i madhe se krejt gjënahet e tjera të cilat i ka ba? Që kjo? Deri që tu, kjo kanë mirë, që më nëzan deke me qëtash, me qëtaj ka punë të keqë. Nuk thëtë robi ashtë. Se kë nuk e një Zotin, se me njoftë Allah më thëtë o Zoti jam, mu më ka bo shejtani për vetin 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë, 50 vjetë, 70 vjetë, pe që më bo me dita që këmë bo të dhejtë, ama ta që tutje pasha madhin tënde, nuk pi alkohol, nuk bëj zina, ose nuk e la namazin pa fal, marë edhe më qitë për shkatim, thë më bënë veç të fa namazin, e ju tani shkerbe pluma. Se pas karë dhe gjelin ashta, pa namazin më stalla. Se jak më dhamë besin sot, jak më dhamë besin Allah, ta ti koshin. Krejt, gjena tjera falen. Për ata kanë thonë për këtë ajet koranor, është ajetin më shpresë dhënës në krejt Koran. La ilaha illallah.